Në katedralin e Shën Shtiefnit në Shkodër u kremtua mesha shenjtë e udhëhequr nga eminenca e tij kardinali Ernest Simoni Troshani. Gjatë fjalës përpara besimtarëve, kardinali Troshani përcolli mesazhe për ruajtjen e besimit dhe të vlerave shpirtërore. Ai u shpreh se shoqëria sotme po përballet me ndikimin gjithnjë më të madh të materializmit dhe modernizmit, duke u larguar nga vlerat njerëzore dhe fetare. Vllazën e motra, jetojmë në ditën e fillimit të Antikrishtit. Materializmi, modernizmi, pasionia, format e tjera që janë kundërshtim me ligjet e Zotit kanë mulë rrajt tepër të forta në zemrat e shërbujve. Ndoshta flasim hala anatomike, fiziologjike, psikologjike, embriologjike, është shpirti që janë trupin. Që trupi me aparatet e veta anë në funksion në shpirt pa dekshëm. Bashkohemi pranë Krishtit. Ne të shkputemi për çdo formave të seksit, immoralitetit, të mëkatit, të fleshtisë, shëtën punon shanjtë. Në liturgjinë e shenjtë morën pjesë qindra besimtarë, të cilët u bashkuan në lutje dhe ndoqën me vëmendje mesazhet e përcjella nga kardinali.